Që po thome plot bindje që unë trenerit që ka kërku, ja kam plotësu përveç aty në dyve edhe po më vjen që kom pas drejt, sepse njëri është i dëmtuar akoma, edhe një tjetër lune për liga të ulta dikun jashtë. Asnjë, përveç Prencin, e kom inzistu për me sjell sepse e di kualitetin e tij, edhe kam bërë kapiten, edhe unë jam kom për me bo kapiten, sepse është një super profesionist, është super djalë, i jep maksimumin, është tamam kapiten që çdo me qenë kapiten. Në çfarë state ke marrë ti skuadrën? Te ke njoft ekipin, i ke njoft futbollistët, pse pranove mos fare me Kjo është një pyetje shumë e vend, pse pranova, sepse derisa je aty, edhe kryesia e dinte që unë jam trajner, kur më ka thonë nuk mund të thush ti jo s'pe marr. Mund të thush, po në çfarë si do rrihet ti akoma aty? Si do rrihet unë akoma aty derisa unë e di që derisa unë vetë nuk du ta marr aty. Unë kam besu që mund ta ndryshoj, përgjegjësitë i kam marrë, thash edhe herë, përgjegjësitë i kam marrë 2 herë, edhe nuk ma kanë aprovu, edhe nuk mund edhe bash, aq lehtë nuk mund t'i lesh në baltë. Kështu që jam edhe tip që rrezikoj shumë edhe në jetë, kështu. Kështu që po unë jam i qetë shumë sepse e kam bo maksimumin që mundem me bo. E kam bo maksimumin, pa marrë parasysh aty në gjonave që ka ndodhë. Nuk menoj, domethënë masi e kom dhënë dorëheqje para e kushme, unë e kom analizuar çdo gjë nga dita, por pej që kam shku edhe drejtor, edhe trener, çdo stërvitje, gjithçka kom analizuar, edhe a do ndryshoja diçka, nuk do ndryshoja asgjë sa i përket trenerllakut, ndoshta do ndryshoja sepse sa isha trener sportiv para kampionatit do jepja dorëheqje.